Sistemi i ndriçimit të rrugës së Ajasmës, pas kodrave të tepës që lidhet me lagjen Mark Lule, është dëmtuar deri në atë pikë sa ka dalë plotësisht jashtë funksionit. Siç e kemi theksuar edhe disa herë të tjera që nga dita kur u instalua 4 vite më parë, ky sistem ka pasur shumë probleme në funksionim. Ndërhyrja për ta riparuar u zvarrit dhe me kalimin e kohës gjendja u përkeçua deri në pikën ku asnjë element i sistemit nuk funksionon më. Kasetat e lidhjeve të kabllove janë shkatruar, po ashtu edhe pajisjet e tjera teknike, përfshirë ndriçuesit, të cilët tashmë mungojnë në pjesën ndërmuese të kësaj linje. Kanë mbetur vetëm shtyllat metalike, të cilat janë deformuar në atë pikë sa nuk mund të përdoren më, përveçse për inventar. Qytetarët e Ajasmës theksojnë se kjo situatë është shumë e pajustifikueshme, pasi ndriçimi i kësaj rruge jo vetëm që nuk u vu kurrë në funksion, por u la dhe të degradoi plotësisht. Që pa duhet më ndhajtë e gjysë mërëm kam kalujtë në biciklet, në tërë, që me thanë, arshin. Prandaj që kja është e domosdoshme, edhe shumë e domosdoshme që shteti me vu dorë me vu këtë a ba rrugë. Bele lecën trafiku në naja ja, prandaj vinë makinët nej, djetë e punë kura tërë, gjithë shka pritit. Është e domosdoshme si në shpi. Si e në shpia, mund të reshë në tërë, aqë mund të reshë këtu, të alogje kryesore. Për këtu del në perash. 10 minuta, qerekohet me esë në kamë, dole në perash. Të alogje e vjetër, më nëjë turistat vinë natën të nej, njështë ujë. A va ta thonë, qa bëhet që? Qa ka këtu 2 kilometër rrugë me vu dritat asit keqës ka. Duke qenë se në periferi të qytetit, kjo rrugë, e cila kur ishte e pashtruar përmendej shpesh si zonë ku ndodhin ngjarje kriminale, e ka të domosdoshme edhe ndriçimin gjatë natës për të arritur sigurinë e lëvizjes. Por as kjo arsye shumë e rëndësishme nuk ka mjaftuar që sistemi i ndriçimit të vijë në funksion. Investimi u krye, por u la të shkatrohej. Bashkia e Shkodrës në këtë situatë ka për detyrë të ndërhyjë sa më parë për ta rikthyer në funksion sistemin e ndriçimit të kësaj rruge. Kjo ndërhyrje bëhet edhe më domosdoshme, duke qenë se jemi në prag të sezonit veror turistik dhe është e pajustifikueshme që rrugë të tilla, që shërbejnë për zona turistike, të jenë pa ndriçim gjatë natës.